lajmë është ky, hoda i shkurt? Mendoj që lajm pozitiv, me atë pozitivitetin që era në fillim. Mendoj që procesi ka qenë ma transparent, kanë pas qasje që të gjithë që të marrin pjesë të shikojnë mënyrën e përzgjedhjes se krye prokurorit, është një pozitë jashtëzakonisht e rëndësishme. Besoj Gashin e njëni? Po, i një në kuadër të fushës që kanë si avokat, po është në sistemin e drejtësisë unë mendoj që ka profesionistë, ka njerëz të mirë, por ka edhe jo profesionistë të korruptuar. Zoti Gashi është mendoj që është një nga njerëz të mirë. Mendoj që është mirë edhe mundet me bë punë shumë të madhe dhe duhet të besojmë që zoti Gashi apo kushdo që zgjidhet krye prokuror ka shumë punë për të bërë, duhet të pastroj edhe ambientin e vet, mendoj që ka goxha shumë punë brenda. A ka problem zgjidhjes fillimisht apo jo? Po besoj që 90% e ka kryer dhe duhet të hecin përpara na sepse edhe ne kjo pozitë është shumë e rëndësishme në shtetin e Kosovës. Ne të gjithë po pajtohemi që ka mungesa të mëdha në sistemin e drejtësisë dhe mungesa në kryeprokurori është një gjë e tillë. E ka përvojën e duhur sepse ka kaluar në të gjitha instancat e kjo dhe duhet që në fillim të bëj, domethënë të bëj pastrimin apo të çoj proceset përpara, të mirët me raste të mëdha, të bëj pastrimin e prokurorisë, ka prokurorë të ndryshëm, ka shumë të mirë dhe ka jashtëzakonisht të këqij që nuk e kryjnë punën, që duhen mos flas nëse në fjalë tjetër. Dhe po duam të qëndrojmë në këtë pozitivitet që të shtyhet përpara të kemi një institucion funksional, sepse s'kemi kryeprokuror, s'kemi president, qeveria po krijohet e kështu me radhë. Dhe besoj që është lajm i mirë, besoj që edhe të zgjidhet edhe presidenti në këtë frymë të pozitivitetit. Çolak? Në kënja personalisht as kështu nuk është që kom përcjell